sa është çmimi më i lartë i shitjes në Tiranë? Se flitet edhe për 10.000 për njësi në blok 20.000 euro metri katror. 20.000 euro metri. Për të dyqanet që janë tek Rainbow. Qofse e dini ku ka në Rovena, lokali i Rovenës. Ajo me si flori. Si baklava, po. Ajo si baklava, aty kam 20.000 euro metri katror kërkesë. Dhe shitësi nuk pranoj të shitës. Nuk pranoj të shitës me 20.000 euro metri katror. Po. Që do të 100 metra 2 milion euro. 2 milion euro. Po qirat sa kanë arrit nivelin më të lartë? Në këtë çast në Tiranë, vlera që pronarët provojnë ta shesin është shumë është mbi 30 vjet qira. Ndërkohë t'ja shpjegoj nga ana teknike se ndoshta se di. Ndërkohë që ekspertët thonë që po qese është më shumë se 15, maksimumi 20, mos ju qas. T'ja shpjegoj njerëz që ta kuptojnë. Nga ana teknike, çdo biznes ka formulat e veta, ky është biznes, formula e real estate-it. Nëse ti do blesh një dyqan apo një biznes, du ta paguash atë investimin që ke bërë do të kthehet mbrapsht brenda 14 viteve. Pra do të jetë teorikisht qiraja 14 vite. ROI, return of investment. Po. Ndërsa për një shtëpi do të jetë returni 20 vjet. Tani ti dëgjon një person që thotë që unë jap me qira 1.000 euro në muaj, që do thotë që janë 12.000 euro në vit, që do thotë që janë 200 që janë 120.000 euro për 10 vjet, që do thotë që janë 240.000 euro për 20 vjet. Ndaj thotë unë shes 400. Po unë them ti po provon të marrësh 36 vjet qira. Në mos